Dua të marr pak kohë të falenderoj mbështetësit e podcastit sepse ndonjëherë duket sikur nuk i kushtojmë rëndësinë e duhur ose duket sikur nuk i vlerësojmë aq sa duhet. Dhe doja të përshëndesja dhe të falenderoja për donacionet e tyre Armandon, Darion, Marion, Lusin dhe Albinin. Ju falenderit shumë. Donacionet tuaja janë vërtet një ndihmë, jo vetëm financiare, po normalisht edhe shpirtërore, motivuese për të vazhduar përpara, kështu që faleminderit për këtë. Jo pak më e rëndësishme, doja të falenderoja edhe personat edhe podcastet e tjera me të cilët unë kam kontakt dhe më kanë ndihmuar shpesh herë duke shpërndar materialin tim. Kështu që doja të falenderoja, alo kam një pyetje, Profetin dhe Lusin çuna. Vazhdoni, doja të falenderoja Besin, Andin dhe Enean nga Besi Andi Podcast. Ka qenë ata që më kanë mbështetur që në hapat e para dhe vazhdojnë të bëjnë akoma. Dua të përshëndes Tadin, Metin edhe Semin nga në Kub Podcast. Ju falenderoj për mbështetjen tuaj edhe për fjalët e mira siç ishte në ato që u përmendën në episodin e kaluar. Doja të përshëndes diçka ndryshe podcast për hyrjet, për introt profesionale që ka krijuar për mua, por edhe mbështetjen duke shpërndar materialin në një mënyrë të palodhur. Por edhe të gjithë të tjerët, të gjithë të ftuarit, të gjithë figurat të tjera që edhe nuk kanë qenë të ftuar, por që vazhdojnë të shpërndajnë materialin tim në faqet e tyre në Instagram, Facebook, edhe ku do tjetër. Do të falenderoj të gjithë ata që komentojnë, të gjithë ata që bëjnë like, të gjithë ata që shpërndajnë podcastin me miqt e tyre. Është ndihma më e madhe që mund t'i jepni podcastit, edhe mua pastaj personalisht. Ju falenderoj dhe shpresoj që t'jeni me mua në këtë rrugëtim së bashku. Gjithë të mira.